Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk një pastë ekler. Është një pastë shumë e thjeshtë, por del fantastike. Do të bëjmë një ekler të shtruar në tepsi, do ta mbushim me krem pastiqerie dhe do ta ngjyejmë me çokoladë siç ngjyejmë eklerët. Është shumë e thjeshtë në përgatitje, ka pak harç dhe del fantastike në shije. Le të fillojmë nga puna. Do të na duhet gjysmë gote vaj, 1 gotë e gjys ujë, 1 gotë miell. Gota që unë kam përdorur është 1 gotë 200 ml. Pra siç e shikoni, 1 gotë e gjysmë ujë e kam shtuar në tenxhere, i kam shtuar vajin, i kam shtuar shumë pak krip dhe 1 kokës të vogël limontosi. Ju mund të shtoni dhe limontos pluhur me majën e lugës së kafes. Pasi kjo masë ka vluar, i shtojmë miellin dhe e trazojmë vazhdimisht derisa të përftohet një masë si hallë e trash. Pasi masa forcohet, pra bëhet një brumë i fortë si brumë hallëve, e fikim, e kalojmë në një enë ku masa të ftohet, sepse do t'i shtojmë vezët dhe nuk duhet që masa të jetë e nxehtë që vezat na gatuhet. Vezët ja shtojmë një nga një dhe e trazojmë mirë për çdo vezë. Mund ta trazoni edhe me dorë, të dashur miq, nuk ka nevojë që të përdorni mikser, sepse masa nga që është e trash, mikseri mund t'ju prishet. Në këtë mënyrë, duke e trazuar me dorë është shumë më kollaj, trazohet dhe më mirë. Dorën pastaj në fund mund ta pastroni me një lugë duke e gërryer të gjithë masën e ekler. Sepse në fillim, të dashur miq, nga që masa është me vaj, dora nuk do t'u ngarkohet shumë me brumë, por duke shtuar vezët një nga një, tek veza e tretë masa bëhet pak si ngjitse. Por me anën e një luge del kollaj, pra dhe nga dora pastrohet dhe nga ena mblidhet shumë kollaj. Pra si që shikoni, e trazoj me dorë mirë derisa ta marrë të gjithë vezën në brendësi masa e brumit. Me anën e një spatule, masën e kam mbledhur, kam pastruar dhe dorën, e kam kaluar në një qese kuzhine dhe do ta shtrydh në tepsinë e furrës ku kam shtruar një letër përpjekje. Nuk do ta shtrydhim tek e tek, siç shtrydhim ekler, do ta shtrydhim si një masë keku, si tregohet dhe në video. Nëse keni dëshirë t'i bëni si ekler, mund t'i shtrydhni dhe tek e tek, vetëm se nëse i bëni ekler, do të kërkoj pak më tepër çokoladë, të dashur miq, për t'i ngjyrë tek e tek, kuptohet. Tani do të përgatisim kremin e pastiqerisë. Unë kam përdorur 1 kokër vezë, 1 filxhan të mesëm kafeje me sheqer, 2 lugë niseshte dhe 2 lugë miell. Si që shikoni, më njanë kam aromë vanilje lëng, ju sugjeroj që të përdorni aromë vanilje lëng ose nga ato çubukët e vanilje, sepse ato i japin aromë më të mirë masës. Do të përdorëm gjysmë litri qumësht. Si që shikoni, kam shtuar shumë pak qumësht në fillim që të trazoj mirë vezën me sheqerin dhe me miellin dhe niseshten. Këtë masë e trazojmë me pak qumësht mirë derisa të shikojmë që nuk ka kokriza, pra çdo gjë është e njëtrajtshme. Pastaj i shtojmë pjesën tjetër të qumshtit. Siç e pat, keni kujdes mos t'u bjerë kapaku brenda, siç më ra mua. I shtojmë dhe pjesën tjetër të qumshtit, pra gjysmë litri qumësht. Nuk ja shtova që në fillim, sepse po t'ja shtojmë në fillim, veza nuk shpërndahet mirë në masën e lëngshme. Prandaj shtojmë shumë pak, e trazojmë mirë, pastaj i shtojmë pjesën tjetër. I kam shtuar 1 lugë ëmbëlsirash gjalp dhe e kam lënë masën derisa të marrë val dhe të trashet, siç tregohet në video. Këtu jemi në pikën më kulmore, të dashur miq. Nëse masën e keni gati, mund t'ja shtroni eklerit direkt dhe ajo do të mpikset shumë mirë më vonë. Unë nga që kam pasur punë të tjera në kuzhinë, këtë masë kam lënë më njanë dhe e kam montuar më vonë me masën e ekler.
Si që shikoni, sa po e kam nxjerrë nga furra, kur del nga furra, eklerët janë shumë të fortë, pra janë kështu si kërce dhe janë bosh nga brenda. Do ta lëm në furrë që të zbutet pak të dashur miq, sepse duke ndenjur në furrë për një 10-15 minuta, masa do të bëhet pak më e butë dhe do të keni mundësi ta rretulloni kollaj. Si që shikoni, do të përgatis pak çokoladë për të ngjyer pastën ekler për sipër. Kam përdorur 100 gram çokoladë dhe e kam shkryer në banjomari të dashur miq, nuk kam përdorur pana, pra nuk e kam bërë si ganazh, mund ta bëni dhe ganazh, por me që në shtëpi mua nuk më gjendej pana, unë kam përdorur pak gjalp dhe qumësht. Pra, pasi e kam hedhur çokoladën e coptuar në një enë banjomari, i kam shtuar një lugë ëmbëlsirash gjalp dhe i kam shtuar 2 lugë qumësht. Pasi i shtojmë qumshtin, e trazojmë mirë që masa të dalë si një masë kompakte, pra çokolata të jetë e shkrirë më së miri, mos të ketë grimca në të, dhe të jetë në atë masë që ju mund ta ngjyeni pastën ekler dhe ajo të filloj pastaj të mpikset, pra nuk duhet të jetë shumë e lëngshme. Unë i kam shtuar 2 lugë qumësht në fillim, pastaj i kam shtuar dhe një lugë më tepër derisa më ka pëlqyer konsistenca. Pra, derisa të vi në këtë masë që e shikoni dhe ju në video. Pra, kjo është masa perfekte për ta ngjyer. Këtu po shikoni kremin e pasticcerisë se sa kompakt është. Me që më është forcuar pak të dashur miq, unë e kam hapur, pra e kam bërë pak më të zbutur, duke i shtuar pak qumësht dhe duke e rrahur me mikser. Nëse ju eklerin do ta keni gati, pasi ta hiqni nga zjarri, mund t'ia ngjyeni direkt eklerit të dashur miq. Në këtë mënyrë nuk ka pse ta bëni këtë proces, por unë nga që e kam lënë më njanë të ftohet, ai pas është ftohur, është mpiksur komplet dhe për këtë arsye më është dashur që ta holloj pak. Pra, si që shikoni, pasi e kam sjellë në formë kremoze, e kam marrë masën e ekler, e kam kthyer përmbys, pra pjesa e poshtme që është e drejtë është pjesa nga e cila do të mbushet me krem. Si që shikoni, masa e ekler është goxha më e butë, sepse ka ndënjur në furrë për një 15-20 minuta dhe është zbutur pak duke ndënjur, nuk ka të fortësinë sa po dal nga furra. Të gjithë kremin e pasticcerisë ja ngjyejmë dhe e rretullojmë siç tregohet në video. E ngjyejmë me masën e çokoladës, mund ta ngjyeni edhe me një furçë kuzhine të dashur miq, unë kam përdorur një lugë, e mirave është ja shtoni kështu me furçë duke ja ngjyer, dhe duke e rretulluar pak rulon e ekler. Si që shikoni, unë e kam rretulluar nga të dy anët që të ngjyhet sa më mirë. Pjesën asore ja kam prerë pak të dashur miq, sepse nuk e nxinte pjata se ku e kam vënë. Pra të dyja anët ja kam prerë pak, siç duket dhe në video. Ka dalë fantastike të dashur miq, pritet shumë kollaj feta. Me që kjo pjatë është bërë pak pis, e kam ndruar dhe pjatën, pra e kam kaluar në një enë tjetër dhe e kam prerë në feta për ta servirur. Kuptohet, e kam lënë një 10 minutë në frigorifer që pjesa e çokoladës të mpikset, pjesa e sipërme dhe pastaj e kam servirur. Më besoni që del fantastike të dashur miq. Ju sugjeroj shumë që ta provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli. Është një recetë e thjeshtë, një recetë ekonomike, por ju siguroj që të gjithë do ta pëlqejnë jashtëmase. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.